Në Petrel u zhvillua finalja e garës ndërkombëtare për Parkun e Besimit, një projekt unik që synon të ndërtojë një hapësirë publike kushtuar harmonisë ndërfetare, përmes natyrës dhe simbolikës shpirtërore. 12 ekipe finaliste të përzgjedhura nga Mbretëria e Bashkuar, Portugalia, Danimarka, Gjermania, Spanja, Meksika, Belgjika, Holanda dhe Italia prezantuan konceptet e tyre për këtë park inovativ. Kryeministri Edi Rama tha se ky park nuk është një simbol i fesë, por një rilidhje me rrënjët. Ky është shumë më tepër se sa ndryshimi i një hapësire. Besoj që është një transformim, kuptim plot dhe nuk ka të bëjë me fshirjen e së shkuarës, por me marrjen e saj, me shëlbimin e saj. Duam të mbjellim pemë, duam të mbjellim shpresë e vazhdimsi. Parku i Besimit nuk është simbol i fesë. Krejt tjetër është një faltore adhurimi që nuk bën pyetje se në çfarë besoni. Vetëm ju fton të vini, të mrekulloheni. Është një skripturë e gjallë që nuk shkruhet me bojë por me rrënjë. Kreu i qeverisë konsideroi trashëgimin kulturore dhe bashkëjetesën fetare në vend si një pasuri të rrallë. Nuk kemi nevojë ta shpikim tolerancën, sepse prej kohësh kemi lindur në të, jemi rritur prej saj. Qytetet tona janë rritur me xhami, kisha, teqe e manastire krah për krah. Ajo çfarë ka ndodhur me të gjithë ato në atë periudhë të errët ku me dinamit u kërkuaj që feja të çrrënjosej nga kjo tokë, ishte edhe një mësim shumë më i madh i arsyes pse kemi nevojë për tolerancën. Sipërfaqja ku do të ndërtohet Parku i Besimit është 210.000 m2. Projekti do të ideohet për të pritur 30.000 vizitorë në vit, si dhe brenda tij do të ketë struktura që do të shërbejnë për evente të vogla, por edhe për ngjarje me kapacitet deri në 500 persona. Çdo gjë e ndërtuar brenda këtij parku do të jetë me simbolet e secilit besim. Po ashtu, brenda parkut do të ngrihet muzeu i kujtesës, kushtuar viktimave të përsekutimit fetar nën regjimin komunist.